Tani të shohim edhe pjesën më të veçantë, më të bukur interiorin. Tashi është me sedile elektrike me memorie, bokset Harman Kardon, edhe tapiceria Designo e blu, shumë e veçantë, shumë të rralla. Çka kam pa gjithë në Rusi këto që i kanë me këto specifika. Është me sedile dinamike, ka këto butona këtu me fryre, çfryre. Ka këtë timonin që këta kanë pas CLS-t për herë. Në fillim fare si timon është përdor të CLK-ja. Te facelifti kanë bo timon trash me pedal shifterat alumini mrapa. Kjo është me 7 marshe, ndryshe nga 55 që është 7 gën, nuk është me 5 gën. Crosscode jam me gët dhe në 200 milje shkok, këtu është ora. Tash në interior, edhe pse, këtu më thonë këto janë pjesë që janë edhe te E-klasi, edhe këto të klimës i llojit si te 211 që janë edhe këtu me sedile me ngroje, si ka me ftoje. As perde s'ka këtu, se kjo është Anglie, madje boll ka për makinë Anglie, s'para kanë shumë opsione të Anglisë. Kjo është ndruar zhvuk shumë nga këto të Androidit, i lexo Designo dhe këtu. S'është as me start stop që ta nezësh këtu, kanë pas si opsion dhe atë. Ka amortizator për t'i forcu, për ta ngretë makinën, se është amortizator më ajër, sensor të parkimit, manual comfort sport. Edhe pse ka përdor pak a shumë, jo pak a shumë, po të njëjtat gjona, domethënë butonat, konfigurimin dizajnin mrena ka ndryshe. Për shembull, kjo pjesa këtu është ndryshe si crosscode me E-klasin, me 211-shin. E dallo që e një makinë tjetër, pak më të veçantë. Është me bagxho lart, po pjesa më e bukur është tapiceria. Kjo bluja shumë me veçantë. Edhe sedila pasagjerit është dinamike, normal me memorie edhe mrapa. Këto janë ato që kontrollon kompjuterin e bordit, volumi. Është makinë e veçantë, limitatori i shpejtësisë. Tu ka te cup holderin më të komplikuar në botë. Kjo hapet në 2 krahët. Tani do shohim edhe mrapa.